Zoti im ju bekoft në mënyrë madhështore të gjithëve vëllezër dhe motra, personat për herë të parë, personat e rinj që janë bërë pjesë e mësimeve tona. Zoti ju bekoft të gjithëve në mënyrë madhështore. Perëndia dërgoft një shi të madh me bekime shpirtërore dhe materiale për të gjithë ju. Zoti ju bekoft, mund të uleni, mund të zini vendet tuaja, dhe sot do të kënaqemi si gjithmonë. Jemi te Ungjit, duke lexuar Ungjit. Ungjit përbëhen nga Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni, dhe këta katër ungjilltar flasin pothuajse të njëjtën gjë, sepse disa prej tyre patën përvojën e të ecurit me Zotin kur ai ishte në tokë duke punuar si qenie njerëzore, dhe patën atë përvojë të ecurit me të. Për një ungjilltar tjetër, historia thot se ai bëri një përmbledhje informacioni mbi çdo gjë që ndodhi në kohën kur Zoti ishte duke predikuar fjalën e tij pikërisht atje në Jud, atje në qytetin e Jeruzalemit. Dhe megjithatë, atë që ai mblodhi nga dëshmitarët, nga të gjithë njerëzit që jetuan ato momente, që dëgjuan Zotin, që e pan, të gjitha gjërat përkojnë, janë të njëjtat gjëra, i njëjti kuptim, e njëjta temë, e njëjta situatë, vetëm se e thonë me fjalë të ndryshme. Por ne, për të mësuar gjërat e Zotit, që fjala e Perëndisë të arrijë çdo ditë në thellësinë e zemrës sonë, jemi duke lexuar, do të lexojmë libër pas libri, dhe kur të jemi me librin tjetër, me ungjilltarin tjetër, me siguri do të ketë përsëritje të asaj që kemi parë tani më, por kjo nuk është e tepërt. Nuk është e tepërt sepse fryma e shenjtë gjithmonë na thekson dhe na thot se duhet të lexojmë Biblën një dhe shumë herë. Dhe gjithmonë ai na thot lexo Biblën. Kështu që kurrë nuk do të lodhemi duke lexuar Biblën dhe gjithmonë do të gjejmë gjëra të reja dhe të ndryshme, sepse Zoti ose fryma e shenjtë është aty për të na zbuluar, për të na treguar rrugët e tij. Kështu që falenderojmë Perëndin ton për këtë bekim të madh, për këtë privilegj që ne të jemi në praninë e Perëndis ton, në praninë e një Perëndie të gjallë dhe të fuqishëm. Kështu që sot do të vazhdojmë këtu te Mateu dhe vazhdojmë sot me kapitullin 6. E keni gati vëllezër dhe motra? Mateu kapitulli 6 thot: Ne dim që Zoti Jezu Krisht po predikonte mbretërinë e qejve. Por nga çfarë përbëhej mbretëria e qejve, ku konsistonte, ishte të mësohej ligji, siç e tham në mësimin e kaluar. Ai ishte duke mësuar ligjin, duke e interpretuar në mënyrë të përsosur dhe duke i mësuar gjithë popullit të Judës, atje në Izrael, atje në Jeruzalem, në atë kohë, u mësonte dhe u shpjegonte se çfarë ishte ajo që Perëndia dha në ligjin e Mojsiut, si ishin urdhërimet e tij dhe të gjitha dekretet e tjera, urdhërimet, rregullat që Zoti dha Mojsiut dhe që populli nuk i kuptoi mirë dhe disa i keq interpretuan dhe të tjerë nuk e përmbushën fjalën e Zotit. Dhe për këtë arsye Zoti, kur ai erdhi, thot se ai erdhi për të përmbushur ligjin, për t'ju mësuar ligjin, për ta përmbushur dhe gjithashtu për ta hequr, sepse do të fillonte metoda e re e shpëtimit, që ishte lajmi i mirë i shpëtimit ose ungjilli i Zotit Jezu Krisht. Ishte profetizuar nga profetët në lashtësi se do të vinte në të ardhmen një mbret i përsosur, që do të sundonte, do të mbretëronte dhe që mbretëria e tij do të ishte përjet, do të ishte një mbretëri e përjetshme. Ai mbret
erdhi dhe Zoti i mësoi ata. Dhe këtu, në atë që do të shohim sot, Zoti është duke mësuar ligjin. Dhe gjithashtu në të njëjtën kohë shohim se ky ligj ka të bëjë me mbretërinë e qejve. Perëndia ynë në lashtësi i foli Mojsiut dhe i tha: "Të gjitha ata që përmbushin urdhërimet e mia që unë u kam dhënë me anë të Mojsiut, të gjitha ata që i përmbushin urdhërimet e mia do të kenë jetë, do të trashëgojnë jetën e përjetshme." Dhe kështu Zoti Jezu Krisht fillon të mësoj dhe të shpjegoj rreth ligjit, thellësinë e doktrinës, duke u thënë të gjithë dëgjuesve se ata nuk po përmbushnin rregullat siç duhej, dhe që për këtë arsye ai mësonte ata që ata t'i përmbushnin dhe të paktën të fillonin të zbatonin dhe të përmbushnin ligjin ashtu siç Perëndia donte, si Perëndia e kishte caktuar me anë të Mojsiut, dhe në të njëjtën kohë Zoti gjithashtu po e përmbushte. Zoti, derisa ai ishte në këtë jetë, në mishin e tij, mësoi ligjin dhe e përmbushi atë, dhe në të njëjtën kohë ai predikoi shumë gjëra për të ardhmen e mbretërisë së qejve, se si fitohet shpëtimi. Kështu që kjo është ajo që ne do të gjejmë tek këta 4 ungjilltar. Këtë gjë do të gjejmë. Dhe për të gjithë ata që kanë ndjekur, që do të ndjekin mësimin, do mund të kuptojnë, do të kenë një përfitim të madh, një bekim të madh, do t'ju qartësohen shumë dyshime dhe do t'jetë shumë gjë e bukur sepse Perëndia do t'jetë në jetën tuaj. Kjo sepse Perëndia na bekon kur ne mësojmë rrugët e tij dhe kur i ndjekim ato rrugë dhe kur i bindemi. Kështu që këtu fillojmë çfarë? Mbretërinë e qejve ose ligjin e Mojsiut, çfarë u kishte mësuar Perëndia dhe çfarë me të vërtet duhej bërë. Dhe për këtë arsye Zoti u thot, ruhuni se mos e jepni lëmoshën tuaj përpara njerëzve, që të dukeni para tyre, thot. Përndryshe, nuk do të keni shpërblim nga Ati juaj që është në qej. Nëse ne e analizojmë këtë varg, ne kuptojmë se në ligjin e Mojsiut, Perëndia ja mësoi këtë Mojsiut, që ai t'ia thoshte popullit se duhet të përmbushnin të qenurit të drejtë me të afërmit e tyre, dhe që ata të mos bënin atë që ata mendonin se ishte e drejtë, por nuk ishte kështu. Kështu që Zoti, duke e parë këtë gjë, thot: "Do t'ju mësoj se ju kurrë nuk e kuptuat ligjin, nuk e kuptuat dhe prandaj nuk e zbatuat. Dhe tani do t'ju a shpjegoj që ta zbatoni, por më pas duhet po ashtu të besoni në atë që Perëndia ka dërguar." Gjë e vështirë për disa në atë kohë. Dhe thot, jemi këtu ku thot që të dukeni para tyre, përndryshe nuk do të keni shpërblim tek Ati juaj që është në qej. Kur të japësh lëmosh, në ligjin e Mojsiut ishte pjesa e lëmoshës, duheshin ndihmuar nevojtarët, por këtu si e bënin ata? Kur të japësh lëmosh, pra mos i bjerë trumpetës përpara teje, ashtu siç bëjnë hipokritët në sinagoga dhe në rrugica, për të qenë të nderuar nga njerëzit. Me të vërtet ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre, sepse po bënin të gjitha këto për të marrë lëvdata, duke ndihmuar ndonjëri nevojtar për t'u nderuar, dhe thot se e përhapnin informacionin që të gjithë ta merrnin vesh se kishin bërë një vepër dashurie, mëshire, që kishin bërë një gjë të mirë, që kishin ndihmuar dikë që kishte nevojë. Atëherë thot se kjo nuk i pëlqente Perëndis ton. Kjo është në ligjin e Mojsiut. Dhe Perëndia i mësoi Mojsiut në ligjin e Mojsiut se ata duhet ishin të mëshirshëm dhe duhet të ndihmonin njerëzit nevojtar. Por shikoni se si e bënin ata. Thot se i binin trumbetës që të gjithë ta merrnin vesh dhe t'i nderonin. Zoti thoshte, kjo nuk duhet bërë në këtë mënyrë. Thot, por ti kur jep lëmosh, thuhet në vargun 3, por kur ti jep lëmosh e majta jote, të mos di ç'bën e djathta jote, do me thënë askush nuk duhet ta marrë vesh.
që lëmosha jote të jepet në fshehtësi dhe ati juaj që shikon në fshehtësi do të ta shpërblej haptas. Këtë gjë thoshte ligji Mojsiut. Ata nuk e kishin përmbushur në këtë mënyrë dhe këtu Zoti po e mësonte këtë. Por a mos vallë u hoqën të gjitha këto mësime? Sigurisht që nuk u hoqën, nuk u anuluan. Kjo gjë vazhdon, ka vazhduar në ungjillin e Zotit Jezu Krisht. Ka vazhduar në ungjil ku fryma e shenjtë na ka mësuar ne të jemi të mëshirshëm dhe të ndihmojmë nevojtarët. Amen. Këtë na mëson fjala e Zotit. Prandaj dua që të kuptojmë se Zoti Jezu Krisht kur filloi të flasë dhe të mësoj, shohim se si ai e mësonte ligjin, e shpjegonte dhe po ashtu e zbatonte dhe në fund këtë do ta lexojmë në fund të librave të ungjilltarëve kur ndodhi kryqëzimi, ku Zoti i tha Atit, gjithçka u krye tani më. Unë bëra gjithçka që njerëzit nuk mundën të bënin, i bëra gjithçka është përmbushur, kështu që po largohem. Kjo ndodhi. Ky është ungjilli dhe kjo është fjala e Perëndis ton. Për këtë arsye ne jemi këtu, besojmë në atë Perëndi të fuqishëm dhe e falenderojmë atë që na mëson rrugën e tij dhe jemi duke ecur në rrugën e Perëndis dhe nuk jemi të verbër. Faleminderit Perëndis ton. Këtu në vargun 5 thot, dhe kur të lutesh, mos u bëj si hipokritët, sepse atyre ju pëlqen të luten në këmbë, në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve që njerëzit t'i shohin. Me të vërtet që duke bërë këtë nga krenaria dhe nga mendjemadhësia, ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Do me thënë, Perëndia nuk e dëgjon lutjen. Këtë pjesë, kur ti të lutesh, e kishte mësuar ose e mësonte ligji Mojsiut dhe askush nuk e bënte në këtë mënyrë. Ata luteshin me siguri me zë të lartë, në sheshe, jashtë, në rrugë, në qoshet, në vendet ku i dëgjonin njerëzit, që njerëzit të kuptonin se ata po kërkonin Perëndin dhe se ishin njerëz shumë të shenjtë dhe shumë të drejtë përpara Perëndis. Kështu që siç e shohim, aty është ligji dhe aty është mbretëria e qejve. Ajo rrugë që ne sot jemi duke ndjekur, lavdi Zotit. Por kur luteni, mos përdorni përsëritje të kota si paganët, thot, sepse ata mendojnë se do të dëgjohen sepse kanë përdorur shumë fjalë. Kështu që ata duket se në atë kohë përdornin disa lutje që i mësonin përmendësh dhe ju a mësonin fëmijëve të tyre dhe fëmijëve të tyre dhe kështu me radhë u mësonin një repertor fjalësh që duhej ta mësonin përmendësh dhe atëherë njerëzit e mësonin dhe fillonin të luteshin dhe të thoshin të gjitha ato fjalë dhe i thoshin në mënyrë mekanike. Ato që tani më i kishin mësuar përmendësh, atëherë i thoshin në mënyrë mekanike dhe po bënin lutjen duke thënë të gjitha ato fjalë dhe mendja ose mendimet e tyre ishin diku tjetër, zemra e tyre ishte diku tjetër dhe nuk mendonin dhe as reflektonin rreth asaj që po thoshin. Dhe Zoti po e kritikonte këtë gjë, përdorimin e këtyre përsëritjeve të kota në lutje. Kështu që prandaj lutja është të flasësh me Perëndin dhe kur ju duhet të flisni me një mik ose me një mike ose me një familjar, kur ju duhet t'i thoni diçka, ju duhet të mendoni atë që do t'i thoni atij personi, ju duhet të përqendroheni në atë që thoni. Dhe ju i flisni personit, i tregoni gjërat tuaja, problemet tuaja, vështirësit, i kërkoni një nder, temën për të cilën keni për të folur me ato persona, me ata familjar, apo me këdo qoftë, ju e mendoni. Pra edhe lutja me Perëndin është kështu. Të flasësh me Perëndin është që ju të mendoni dhe të përqendroheni në atë që do t'i thoni Perëndis ton, por jo të thoni përsëritje të kota, t'i thoni Zotit, ndoshta i shenjtë, dhe ndërkohë jeni duke menduar, harrova të fik tenxhere në sobë,
do të më digjet diçka, hekuri beti i futur në prizë, a duhet të nxjerr rrobat nga lavatriçja. Mirë, duke menduar këto dhe ndërkohë i shenjtë, kjo nuk është një lutje për Perëndin. Lutja është të lutesh, t'i thuash Perëndis ato për të cilat ju keni nevojë, ato që ju dëshironi, t'i flisni për jetën tuaj, ato që po përjetoni, mundime, sëmundje, probleme, kërcënime, rrëmbime, vjedhje, çfarë po ju ndodh ju, këtë ju ja thoni Perëndis, ja tregoni, Zot më ndihmo, po më ndodh kjo gjë, ajo gjë. Zot, unë dëshiroj që ti të përmbushësh dëshirat e mia, dua këtë gjë, dua atë gjë, më jep një punë, më jep disa para, dua të shijoj diçka, dua të shijoj një udhtim, dua të shkoj në plazh, dua të njoh detin. Ka shumë njerëz që nuk njohin detin dhe thon, dëshiroj të njoh detin. Atëherë thon, Zot, unë dëshiroj të shoh detin. Kjo quhet një lutje. Kjo quhet të flasësh me Perëndin. Kur ne shkojmë të lavdërojmë Perëndin ton, ta përlëvdojmë, ta nderojmë me fjalë lëvdimi, është shumë ndryshe sepse ne mund t'i përsërisim ato fjalë lavdërimi dhe duhet t'i themi shumë fjalë sepse ka kaq shumë fjalë lavdërimi për Perëndin, ta lavdërojmë Perëndin, kështu që ne duhet të jemi duke menduar çfarë fjalësh të tjera lavdërimi kam unë për t'ia dhënë Zotit tim, çfarë tjetër mund t'i them Zotit. Zoti krijove detin. Zot, kur unë sot dis detin, shoh madhështinë tënde, shiko ato male, shiko pemët, shiko Zot vulkanet, çdo gjë që ju shikoni, çdo gjë të natyrës, ju i thoni ato që ju keni parë, ato që keni njohur, e admiroj Zot gjithçka që ti bën, se si ti jep njohurit njeriut, si jep inteligjencën njeriut që të shpikin të bëjnë kaq shumë gjëra të mëdha dhe të mrekullueshme në botë. Këto janë fjalë lavdërimi për Perëndin ton, që gjithashtu duhet t'i mendojmë dhe t'jemi të përqëndruar në ato fjalë të bukura që do t'i themi dhe aty po mund të përsërisim të njëjtën fjalë, por duke i menduar, duke qenë të përqëndruar tek ato. Ti themi lëvdime emrit tënd, emri yt qofti përlëvduar, ti je i madhëruar, ti je ulur atje në të djathtë, je në qiell, atje është froni yt, dhe ti përsërisim, kjo nuk ka asgjë të keqe, ti përsërisim, kështu që kjo është të lavdëruarit të Zotit, por lutja është ti flasësh Perëndis për problemet tuaja, nevojat, kërkesat dhe dëshirat. Dhe për këtë arsye Zoti u thoshte atyre këtu se ata ishin duke bërë disa përsëritje të kota, duke mësuar përmendësh në mënyrë mekanike diçka, dhe të gjithë po thoshin të njëjtat gjëra sepse i kishin mësuar përmendësh, të gjithë thoshin të njëjtën gjë, prandaj të gjithë flisnin dhe mendimet e tyre dhe zemra e tyre ishin larg Perëndis. Dhe këtu në vargun 8 thot, mos u bëni pra si ata, paganët, po kritikonte Zoti, thot, sepse ati juaj e di ç'nevoja keni para se ju t'i kërkoni. Ju pra lutuni kështu. Dhe këtu Zoti vendos një lutje, një shembull lutjeje që ata që po përmbushnin ligjin e Mojsiut, ta bënin, të luteshin, që ata t'i luteshin Perëndis në atë mënyrë, me atë model lutjeje që ai u thot, lutuni kështu. Dhe u thot, Ati ynë që je në qej, u shenjtroft emri yt. Por unë do të doja të shtoja këtu, të shtoja këti vargu, këtu në psalmet, do të kalojmë në librin e psalmeve, pa humbur pasazhin në Mateu 6, kalojmë këtu te psalmet, atë që thuhet se Perëndia ynë është në qej, që thot Ati ynë që je në qej. Dhe këtu do ta përforcojmë këtë këtu te psalmet, sepse është kaq gjë e bukur të lexosh psalmet, këtu te psalmet 11:4. Në psalmin 11:4, shpejt vëllezër dhe motra, kërkoni psalmin 11 vargu 4. Ky psalm është një psalm lëvdimi për Perëndin ton, është një psalm që lëvdon Perëndin për madhështinë e tij dhe thot në vargun 4, thot Zoti është
në tempullin e tij të shenjtë. Le të kujtojmë se për ata që ndoshta nuk e dinë që kur thot Zoti i referohet vetë Perëndis, është e njëjta gjë kur themi Perëndia ose Zoti. Zoti është në tempullin e tij të shenjtë, Zoti ka çfarë? Fronin e tij në qiejt. Në qiejt ka fronin e tij, sytë e tij shohin, lexoni, që pallat e tij vëzhgojnë kë? Bijt e njerëzve. Atëherë, kjo lutje Ati ynë, ose si që janë mësuar njerëzit në botë të thonë, a dini ta recitoni lutjen Ati ynë, recitojeni, kjo nuk ishte për të recituar, Ati ynë nuk është për të recituar, për të përsëritur, si që thonë atje në vendin tim, si papagajt. Papagajt përsërisin atë që dëgjojnë njerëzit të thonë. Ishte ai një model që nga ty ne të nxirnim fjalët e duhura se si t'i drejtohemi Perëndis ton, kështu që thot Zoti ka fronin e tij në qejt. Dhe këtu në Psalmin 102 le të shohim çfarë thuhet. Në Psalmin 102 shpejt e shpejt vëllezër e motra, Psalmi 102:19 thot. Mirë, nuk e keni gjetur akoma? Dëgjoj kalimin e fletëve, Psalmi 102 vargu 19, çfarë thot Psalmi? Thot, sepse ai shikoi nga lartësia e shenjtërore së tij, nga qelli, Zoti kqyr dheun. Kështu që ai model lutjeje që Zoti Jezu Krisht filloi t'i mësonte popullit, gjë kjo që është brenda ligjit të Mojsiut. Ato mësime ishin që ata të ligjit, ndjekësit e ligjit të Mojsiut, t'i përmbushnin. Këtu po e përforcoj me psalmet, thot nga qelli Zoti kqyr dheun. Dhe këtu në Psalmin 115, shpejt e shpejt, Psalmi 115 thuhet në vargun 16, Psalmi 115 vargu 16 thot: Qejt janë qejt e Zotit, por tokën ai ua ka dhënë bijve të njerëzve lavdi Perëndis ton. Kalojmë tek Mateu. Kështu që këtu te Mateu, Zoti u thot, ju nuk dini të luteni. Duhet të luteni kështu në këtë mënyrë. Unë ju jap një shembull, thoshte Zoti, Ati ynë që je në qej. Ne e dim që Perëndia ynë po është në qej. Atje në qej ka fronin e tij, banesën e tij, se ku janë qejt nuk e dim, ndoshta janë këtu kaq afër nesh, me siguri. Dhe thot në vargun 10, në lutjen që po lexojmë, nga ajo që njerëzit ose bota i quajnë lutjen Ati ynë, ne nuk do të themi Ati ynë, po themi se është një lutje, një model që Zoti na la që ne të mësojmë të lutemi. Dhe në vargun 10 vazhdon pjesa tjetër e lutjes thot, ardh mbretëria jote. Përse Zoti Jezus u mësoi atyre në atë kohë që në lutje duhej t'i thoshin Zotit, ardh mbretëria jote. Çfarë do të thot ardh mbretëria jote? Që mbretëria ishte aty apo që nuk ishte? Nuk ishte. Nuk ishte për ta, për judenjt, për popullin e Izraelit atje. Nuk ishte mbretëria e përsosur që Perëndia kishte premtuar përmes profetëve në lashtësi. Isaia, Jeremia, Ezekieli, gjithmonë përmend këta profetë që janë ata që kanë më shumë libra, më shumë shkrime. Kështu që kur Zoti u thot, ardh mbretëria jote, duke ditur që Zoti Jezus ishte mbreti dhe që ishte aty në tokë, por Zoti Jezus nuk mund të identifikohej, nuk mund të thoshte shikoni, po unë jam mbreti dhe unë tani më po mbretëroj. Ai nuk mundej, sepse Zoti duhej së pari t'ju mësonte ligjin, ta shpjegonte, ta përmbushte dhe më pas ta anulonte me vdekjen e tij. Atëherë ai nuk mund të thoshte unë jam mbreti. Ai nuk mund të identifikohej në atë mënyrë, por po u mësonte ligjin, që ata nuk po e përmbushnin ligjin ashtu si Perëndia donte që të përmbushej. Dhe për këtë arsye ai u thot këtu në këtë lutje,
u thot ardh mbretëria jote. Sot, në aktualitet, në kohën që ne jetojmë, ne nuk mund të themi ardh mbretëria jote. Nuk mund të themi më atë, ti që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote. Nuk mundemi sepse mbretëria tani më është këtu. Mbretëria është këtu prej më shumë se 2000 vjetësh. Mbretëria tani më është këtu, me vdekjen e Zotit dhe me ringjalljen filloi mbretëria. Mbretëria e të dërguarit të Perëndis. Kështu që shikoni që në këtë lutje ka diçka që ne sot duhet ta heqim. Pjesën ku thuhet ardh mbretëria jote, ne nuk mund ta themi më, mund t'i themi ti je në qej, atje është froni yt, atje është banesa jote Zot, ti shikon njerëzit nga aty, sepse ti shikon të gjitha, ti di të gjitha. Kjo do të ishte lutja jon, dhe lutja vazhdon duke u mësuar atyre u thot, u bëft vullneti yt në tokë ashtu si në qell, bëjnë vullnetin tënd të gjithë engjëjt, mira engjëj, miliarda engjëj dhe qenie të gjalla që Perëndia ka pranë ti. Thot se të gjitha ta bëjnë vullnetin e Perëndis, thot u bëft vullneti yt në tokë si në qell ku të gjithë bëjnë vullnetin tënd, po ashtu edhe në tokë nga njerëzit u bëft vullneti yt, që të gjithë të përulen para teje dhe të binden. Amen. Kjo është lutja. Ktu sa i përket mbretërisë, do të lexojmë pak te psalmet. Në psalmin 45 pa humbur Mateun. Këtu në psalmin 45, sigurisht që kjo është në shumë psalme, lidhur me mbretërinë e Zotit ton Jezu Krisht, por do të lexoj 2 vargje. Psalmi 45 nga vargu 1 deri në vargun 6 thot, më burojnë e gjetët, më burojnë nga zemra shumë fjalë të ëmbla, unë i këndoj mbretit poemën time. Gjuha ime do të jetë si pena e një shkruesi të shpejt. Ti je më i bukuri ndër të gjithë bijtë e njerëzve. Kujt po i thoshte se ishte më i bukuri ndër të gjithë bijtë e njerëzve? Kujt? Zotit Jezu Krisht, sepse ai është mbreti. Ishte mbreti, do të ishte mbreti në të ardhmen e këtij psalmi. Në të ardhmen, mbreti do të ishte shpëtimtari, Mesias, ai, Zoti Jezu Krisht. Ai do të ishte mbreti, thot, ti je më i bukur ndër të gjithë bijtë e njerëzve, buzët e tua janë plot nur, prandaj Perëndia të ka bekuar në përjetësi. Ngjeshe shpatë në brezin tënd, o trim, i rrethuar nga shkëlqimi yt dhe nga madhështia jote, dhe në madhështinë tënde shko përpara mbi qerren fitimtare për çështjen e së vërtetës të shpirtmadhësisë dhe të drejtësisë, dhe dora jote e djathtë do të tregoj vepra të tmerrshme. Shigjetat e tua janë të mprehta, popujt do të bien poshtë teje. Përse? Sepse do të ishte mbreti, do të depërtoj në zemrën e armiqve të mbretit. Froni yt, o Perëndi, thot, froni yt, o Perëndi, vazhdon në përjetësi, skeptri i kujt? I mbretërisë sate është një skeptër drejtësie, lavdi Zotit ton, duke folur ky psalm për Zotin Jezu Krisht, për të ardhmen ati mbretit të përsosur. Dhe tani po flasim për atë mbret të përsosur, dhe këtu në psalmin 145, le të kalojmë shpejt te psalmi 145, që thot, në vargun do të lexojmë nga vargu 10 deri në 13, Psalmi 145, vargu 10 deri në 13 thot, tërë veprat e tua do të kremtojnë, o Zot, dhe shenjtorët e tu do të bekojnë. Ata do të flasin për lavdinë e mbretërisë sate dhe do të tregojnë për fuqinë tënde, për të bërë të njohura bijve të njerëzve ose njerëzimit, mrekullitë e tua dhe shkëlqimin e madhërisëm të mbretërisë sate. Mbretëria jote është mbretëri e përjetshme dhe sundimi yt vazhdon brez pas brezi, lavdi Perëndison, i bekuar qoftë emri i Zotit, ai është mbreti ynë. Ky është mbreti ynë. Faleminderit Perëndis ton, kemi një Perëndi të gjallë, kemi një Perëndi të fuqishëm. Ai shfaqet në jetën ton dhe ne jemi këtu çdo ditë edhe më të dashuruar me të, i bekuar dhe i lëvduar emri i tij. Ky është mbreti i përsosur, kështu që kalojmë tek Mateu. Për këtë arsye kur Zoti u mëson atyre të luten, u thot, ju duhet i thoni atit,
ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt në tokë si në qell. Kjo ishte lutja. Për ne sot, ne nuk do t'i themi më atit, ardh mbretëria jote, sepse mbretëria tani më është këtu, që nga momenti që Zoti u ngjit në qell, filloi të mbretëroj. Mbretëria e tij nuk është prej kësaj bote, mbretëria e tij është një mbretëri shpirtërore, por ai na sundon, ai la frymën e shenjtë, që fryma e shenjtë të na mësoj, të na korrigjoj, të na udhëheq, të na orientoj, që ai të na ngushëlloj, që ai të na jap bindje dhe siguri për ekzistencën e Perëndis. Pa frymën e shenjtë, ne nuk do të besonim tek Perëndia, sepse cila do të ishte shenja, cila do të ishte prova që ekziston Perëndia. Fal frymës së shenjtë, fal Perëndis ton. Vazhdon lutja. Kështu që në vargun 11 në lutje thot, bukën ton të përditshme na jep sot. Çfarë do të thot? Që nëse personi ka nevoja, nuk ka punë dhe duhet të paguaj qiran, duhet të blej ushqime, të blej rroba dhe të edukoj fëmijët e tij, nëse ka, ata që nuk kanë fëmijë do të kenë shpenzime të tjera të ndryshme, por njerëzit, qenia njerëzore ka nevojë për punë, ka nevojë për para për të jetuar. Atëherë, nëse nuk ka para, atëherë nuk ha, dhe nëse nuk ha, atëherë vdesurie. Kështu që prandaj i kërkohet Perëndis që ai të na përkra. Zot më përkra, shikoj që unë nuk kam punë, më hap dyert, Zot. Kjo pra, sepse kam nevojë për para, sepse kam borxhe, sepse duhet të paguaj shumë gjëra, shumë detyrime. Kjo është pjesë e lutjes. Ti shprehni Perëndis nevojat tuaja materiale. Dhe në vargun 12 thot, dhe na i fal mëkatet tona. Fajet ose mëkatet janë e njëjta gjë, ose fyerjet. Siç u falim edhe ne personave që na fyejnë ose që mëkatojnë kundër nesh, ne i falim ata që bëjnë gabime kundër nesh, i falim, kështu që Zot na i fal të gjitha mëkatet tona, gjërat e këqija që kemi bërë në jetë. Kjo ishte ajo që Zoti po u thoshte atyre. Mësoni të luteni, sepse ju kur nuk jeni lutur në këtë mënyrë. Ju nuk jeni lutur kështu, keni shpikur një recitim, një lutje si një poezi dhe keni mësuar përmendesh brez pas brezi dhe kjo është lutja gjithë kohës. Dhe mund të zgjasni orë të tëra duke qarë dhe duke recituar dhe duke thënë të njëjta gjëra dhe zemra juaj është larg Perëndis dhe mendimet janë larg Perëndis. Zoti po u mëson të këtu si të luteshin. Thot në 13, dhe mos lejo të bijem në tundim ose në sprova të djallit, që të mos bijem në kurthin e djallit. Kur thot mos lejo të bijem në tundim, do të thot në sprova, në vështirësi, në kurthin e djallit, që djalli të mos vi kundër meje për të më vendosur kurthe, sprova dhe të më bëj të bie në mëkat, të më bëj të bëj një gabim. Mos e lejo këtë Zot, më ruaj nga djalli, më ruaj sepse ai është armiku ynë që është këtu vazhdimisht gjatë gjithë kohës, çdo ditë. Gjithë ditën është aty kundër nesh, duke parë këtë rrëzoj, kujt t'i vjedh bekimet, këtë shkatroj. Kjo është ajo që bën armiku. Dhe këtu thot Zot, mos e mos lejo që të bijem në këtë tundim, na çliro nga i ligu, na çliro nga e keqa, nga i ligu sepse na përndjek. Thot, sepse e jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Duke dhënë të kuptuar në lutje sepse Zot ti je i fuqishmi, krijuesi, pronari, sundimtari, ti sundon universin, ti je kudo, ti na shikon, i njeh mendimet tona, njeh hyrjet, daljen ton. Prandaj Zot na ruaj, na ndihmo që të jetojmë në shenjtëri, të bëjmë të mirën para teje, që të mos mëkatojmë, që të mos të ofendojmë. Kjo është lutja jonë. Kjo është lutja që Zoti donte që ata, kur ishin në ligjin e Mojsiut, duke përmbushur ligjin,
duhej të luteshin në këtë mënyrë, gjë të cilën nuk po e bënin. Fal Zotit, ai u mësoi atyre të luteshin dhe njëkohësisht edhe ne mësojmë, i bekuar qoftë Zoti. Dhe në 14 thot, sepse në qoftë se ju a falni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qellor do t'ju fal edhe juve. Por në qoftë se ju nuk u a falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t'ju a fal gabimet që ju bëni kundër tij. Mirë, këtu përfundon tema e kësaj lutjeje. Kjo lutje është shumë e rëndësishme, por gjithashtu duhej zbërthyer me urtësi, me dituri, me ndihmën e Perëndis ton, sigurisht. Është me ndihmën e tij, pa Zotin ne nuk mund të kuptojmë asgjë nga fjala e tij. Por ai na ndihmon, ai na jep atë zgjuarsi, na hap mendjen për të kuptuar. Faleminderit Perëndis ton për këtë. Duhet ta praktikojmë. Sot kemi mësuar për lutjen. Në vargun 16 tani më Zoti fillon të mësoj lidhur me agjërimin, kush ishin ata që agjëronin. Agjëronte populli i Izraelit. Populli i Izraelit që nga fillimet e tij Perëndia mësoi për agjërimin dhe ata agjëronin sepse çdo herë që kishte një problem, një vështirësi, kishte luftra për shembull, atëherë të gjithë agjëronin për t'i kërkuar Perëndis mëshirë, për t'i kërkuar Perëndis falje, për t'i kërkuar Perëndis fitore, suksese në luftra po ashtu, atëherë ata agjëronin. Atëherë Zoti Jezus pa që populli nuk po agjëronte, siç kishte urdhëruar Perëndia përmes Mojsiut. Atëherë për këtë arsye këtu Zoti u thot atyre, u thot judenjve, u thot dhe kur të agjëroni mos u vrerosni si hipokritët. Si hipokritët sepse ata bënin sikur i përmbaheshin rregullave me përpikëri dhe nuk dilnin jashtë rregullave. Prandaj quhen ata hipokrit. Njerëz që u përmbahen rregullave me përpikëri dhe janë strikt ndaj rregullave. Dhe thot, dhe kur të agjëroni, duket se për agjërimin kishte disa rregulla. Duket se për agjërimin thuhet se kishte disa rregulla që visheshin me të zeza, me thes, dhe në disa raste thuhet se nuk rregulloheshin, nuk laheshin, sepse duhej të dukeshin të dobët, meqense nuk kishin ngrënë gjatë ditës, gjatë asaj dite nuk kishin ngrënë, ndaj duhet të dukeshin të dobët dhe duhet t'u tregonin njerëzve që po agjëronin, ose që kishin agjëruar dhe për këtë arsye ishin ashtu të dobët, duke u dhënë të kuptuar njerëzve që unë po agjëroj, unë bëj këto gjëra për Perëndin. Atëherë kjo ishte më tepër si një krenari, si një mendje madhësi të tregonin që po agjëronin. Kështu që thot se agjëronin, duronin urin, sepse me të vërtetë u përmbaheshin disa rregullave, por agjërimi nuk bëhej me zemër për Perëndin. Sepse në zemrën e këtyre personave që bënin këto agjërime në këtë mënyrë, por si e bënin, le të lexojmë më parë se si e bënin agjërimin. Dhe kur të agjëronin mos u vrerosni si hipokritët, sepse ata shfytyrohen për t'u treguar njerëzve se agjërojnë. Me të vërtet ju them se tashme e kanë marrë shpërblimin e tyre, do me thënë asgjë. Perëndia nuk u jep asgjë dhe nuk kënaqet nga ky agjërim. Thot, kurse ti, kur të agjërosh, vajose kokën tënde dhe laje fytyrën tënde, ndërkohë që ata bënin të kundërtën, nuk e lanin fytyrën, nuk bënin asgjë që të dukeshin të dobësuar, të dukeshin keq. Thot, që të mos u dukesh njerëzve që ti agjëron, por Ati tënd në fshehtësi dhe Ati yt që shikon në fshehtësi do të ta shpërblej haptas. Ky ishte mësimi për judenjt mbi agjërimin. Përveç kësaj, unë ju rekomandoj që kur ju të keni kohë të lexoni librin e Isaias 58. Besoj se është 58-a, flet për agjërimin e vërtet. Mirë, vëllezërit dhe motrat lexues të Biblës do të më ndihmojnë. Besoj është tek Isaias 58 që flet për agjërimin e vërtet, ku thuhet se agjërimi i vërtet është kur në të vërtet njerëzit e bëjnë atë në zemër, të jenë të mëshirshëm, të jenë të drejtë, dashamirës, të mirë, paqësor, mirë, kanë të gjitha cilësitë morale, kanë të gjitha ato virtyte
të gjitha ato rregulla morale dhe virtyte t'i kenë në zemrën e tyre dhe pas kësaj fillojnë të bëjnë agjërimin që ka të bëjë me të mos ngrënit gjatë ditës. Agjërimi supozohet të jetë të ndënjurit një ditë pa ngrënë, megjithëse do të ketë njerëz që kalojnë një ditë pa ngrënë ose janë gjithë ditën duke agjëruar pa ngrënë asgjë dhe pastaj në mbrëmje në darkë han një vakt dhe ditën tjetër përsëri rrin gjatë ditës pa ngrënë. Këtë bëjnë disa, të tjerë rrin një ditë të tërë pa ngrënë deri ditën tjetër dhe pastaj han. Por e rëndësishme është ajo që është këtu në zemër. Kështu që ata nuk po agjëronin siç duhet dhe për këtë arsye Zoti Jezus u mësonte judenjve mbi agjërimin. Pse në ungjillin e mbretërisë së qejve, në ungjillin e Zotit Jezu Krisht, Zoti pothuajse kurrë nuk na urdhëron ne që të bëjmë agjërime. Përse? Sepse Zoti ka vendosur në zemrën tonë rregullat morale, cilësitë dhe virtytet, ka vendosur frytet e frymës së shenjtë, që janë ato që duhet të kemi në zemrën tonë, dashamirësinë, dashurinë, mëshirën, të larguarit nga mëkati dhe një person që largohet nga mëkati, një person që jeton me drejtësi përpara Perëndis, nuk ka nevojë të agjërojë. Dhe ky person që është i mbushur me frymën e shenjtë, sepse nëse një person jeton një jetë të drejtë përpara Perëndis, Perëndia i jep dhuntit frymërore, i jep gjërat shpirtërore, ky person nuk ka nevojë të bëjë agjërime. Thjesht me lutjen që bën përpara Perëndis, Perëndia e dëgjon dhe i përgjigjet. Unë jam duke folur për në ungjillin e Zotit. Në këtë epokë në të cilën po jetojmë, kështu që Perëndia dëshiron që ne më mirë të kemi vepra të mira dhe fryte të mira. Kjo është më mirë se thuhet se ka njerëz që durojnë durinë dhe jetojnë në të njëjtin mëkat. Kam njohur shumë njerëz që bënin vazhdimisht agjërime dhe fillova t'i ndjek për të parë se kur Perëndia do t'i shpërblente, do t'i bekonte me që agjëronin kaq shumë, kur. Përse? Sepse zbulova që ata persona jetonin në mëkat dhe kur nuk pendoheshin dhe jetonin duke bërë të keqen përpara Perëndis dhe duke agjëruar ishin duke duruar urin. Kjo në mbretërinë e qejve po flas. Por këtu në ligjin e Mojsiut, Zoti Jezus u thoshte atyre që ata po duhej të agjëronin. Ata duhej të agjëronin sepse nuk kishin frymën e shenjtë dhe nuk kishin dhuntit frymërore, dhe Perëndia nuk i fliste gjithë secilit siç bën Perëndia sot me ne. Kështu që ata po kishin nevojë që të agjëronin, që Perëndia t'i ndihmonte. Por përveç kësaj duhet të plotësoheshin kërkesat morale, virtytet, cilësitë, vlerat. Këto duhej të kishin. Prandaj Zoti thoshte se ai agjërim që po bënin nuk ishte i duhuri. Dhe në librin e Isaias qartësohet se Zoti u kishte thënë të agjëronin, por Zoti u tha, por agjërimi që unë zgjodha është ky. Ti japësh për të ngrënë atij që ka uri, atij që ka nevojë, të kujdesësh për vejushat, për jetimet, për njerëzit në nevojë. Sot jo vetëm për jetimet dhe vejushat, por sot duhet kemi mëshirë për shumë njerëz që po vuajnë, që kanë shumë nevoja, dhe gjithashtu të jemi të mëshirshëm, të dashur, dashamirës, të mos kemi urrëtie, të mos kemi mëri. Këto gjëra janë gjërat që duhen përmbushur, dhe në atë kohë Perëndia kishte kërkuar që populli duhet i përmbushte të gjitha këto, sepse kjo është atje në Isaias 58 mbi agjërimin e vërtet, që është të bësh vepra të mira, të kesh fryte, më mirë se sa personi të filloj të agjëroj, të ndaloj së ngrëni, të duket i dobët, të vishet me thes, me rroba të zeza, më mirë se të bëj këto gjëra. Ky është mësimi i Zotit sa i përket agjërimit. Sot nëse dikush dëshiron të agjëroj mund ta bëj sepse nuk i ndalohet askujt të agjëroj. Nëse personi do të agjëroj sepse ka ndonjë nevojë, diçka shumë urgjente, dëshiron të prek zemrën e Perëndis, mirë, mund të agjëroj, por ju më parë shikoni si është zemra juaj. Ekzaminoni veten tuaj, sepse nëse zemra juaj nuk është e pastër, për çfarë agjëroni? Perëndia nuk do t'ju dëgjoj, nuk do t'ju jap asnjë përgjigje. Duhet jemi të pastër në zemër, ashtu si kur lexuam për lumturit. Njeriu i pastër në zemër, ai që do të jetë me Perëndin, ai që do të shohë Perëndin.
Mirë, vazhdojmë në vargun 19. Zoti vazhdonte t'ju mësonte ligjin. Këtu shohim të gjitha këto ishin mësime të ligjit të Mojsiut. Thot, mos mblidhni për vete thesare mbi dhe, ku i brejnë tenja dhe ndryshku dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin. Mirë, Zoti po thoshte, ju mos jini kaq lakmitar, mos jini kaq egoist, koprac, apo të dhën pas paras, lakmitar, duke dashur të keni kaq shumë pasuri dhe të shtoni pasurit dhe të grumbulloni pasuri. U thoshte, mos e bëni këtë, më mirë grumbulloni pasuri shpirtërore. Çfarë thot këtu vargu 20? Thot, përkundrazi mblidhni për vete thesare në qell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin, sepse ku është thesari juaj, atje do t'jetë çfarë? Zemra e personit. Dhe kjo është e vërtet, kështu që një person që nga lakmia, nga dashuria për paran dhe sepse dëshiron të grumbulloj pasuri dhe për të grumbulluar pasuri bën shumë gjëra të paligjshme po ashtu, atëherë thuhet se ai e harron Perëndin, sepse thot, unë nuk kam nevojë për Perëndin, sepse unë i kam të gjitha. Duke pasur para i kam të gjitha, me para blej gjithçka, blej lumturin, megjithse lumturia nuk blihet me para. Por njerëzit e besojnë këtë, që gjithë lumturin e tyre dhe gjithçka në jetë mund të arrijnë me para, dhe zemrat e tyre janë larg Perëndis. Atëherë Zoti Jezus u thoshte, nuk është gjë e keqe që të kesh pasuri, jo, sepse Perëndia mund t'i bekoj me para disa njerëz. Shumë njerëz Perëndia i bekon, u jep pasuri, u jep shumë para. Ajo që ai po mësonte këtu ishte që ju lutem, lini mënjan lakmin dhe lini mënjan të bërit të gjërave të paligjshme, sepse ka shumë njerëz që për të bërë shumë para bëhen mashtrues, fajdexhin, fillojnë të mashtrojnë, të gënjejnë njerëzit, të vjedhin njerëzve, të vendosin çmime që nuk janë, të japin materiale që nuk janë të duhurat. Atëherë gjithçka vetëm për të grumbulluar para u gënjejnë dhe i mashtrojnë. Atëherë kjo ishte ajo që Zoti thoshte, mos e bëni këtë, por kërkoni më mirë gjërat shpirtërore dhe mblidhni thesare shpirtërore, thesare të zemrës, frytet, veprat. Së pari këto, kjo është gjëja e bukur. Gjërat e tjera Perëndia ja jep ditën që ai do, kujt doj ai. Kjo është pra. Dhe këtu vazhdojmë me sepse thot, sepse ku është thesari juaj, atje do t'jetë zemra juaj. Kjo është e vërtet, sepse më tej në letrat e apostujve ka një apostull që thot se është shumë e vështirë që një i pasur të hyjë në mbretërinë e qejve. Thot është shumë e vështirë që një i pasur të hyjë në mbretërinë e qejve, dhe kjo është e vërtet, sepse ata për shkak të pasurisë së tyre thonë se kanë angazhimet e tyre shoqërore dhe se duhet të jenë atje me shoqërinë e lartë, me njerëzit aristokrat dhe më të lartët, dhe duhet jetë atje në përmbledhje me gjithë ata njerëz, dhe se për shkak të kësaj çfarë turpi, pra ata do të ishte si për ulje nëse e din të tjerët se shkojnë në një kish, se lexojnë Biblën apo se kërkojnë Perëndin. Atëherë thonë, jo, njerëzit do të tallen me ne, njerëzit miqtë e mi, familja ime, tallen, familja ime, çfarë nuk do të thot, atëherë unë më mirë nuk shkoj në kish. Më pëlqen dhe e di që Perëndia shfaqet dhe Perëndia është atje, por nuk mundem sepse shoqëria ime, mënyra ime e jetesës nuk ma lejon. Këtë bëjnë shumë njerëz. Dhe për këtë arsye Zoti thoshte se e vështirë është që një i pasur të hyjë në mbretërinë e qejve, sepse aty ku është thesari i tij, pasuritë e tij, aty është zemra e këtyre njerëzve. Kjo është shumë e trisht. Mirë, Perëndia na ruajt dhe na mbroft nga të gjitha këto gjëra. Në vargun 22 atëherë vazhdon të mësoj, thot Zoti, drita e trupit është syri. Drita është për çfarë? Për çfarë shërben drita? Për të ndriçuar apo jo? Këto që po shohim këtu konsiderohen drita. Kështu që ato ndriçojnë. Nëse ikin dritat në këtë moment, drita fiket, atëherë mbetemi në errësirë. Pra thot se drita e trupit është syri. Dhe po, është me të vërtet. Një person i verbër, një person që nuk sheh nga asnjë sy, që është i verbër, atëherë nuk di se ku shkon, ecën në errësirë dhe rrëzohet, pengohet, nuk mund të lëviz. Atëherë thot, kështu që në qoftë se syri yt është i pastër,
I gjithë trupi yt do t'jetë dritë, duke folur për shembullin e mirë, për dëshminë e mirë, duke folur për një person burr apo grua, çfarë kanë në zemrën e tyre. A banon Perëndia në zemrën e tyre, apo banon mëkati dhe ligësia në zemrën e tyre? Atëherë ju çfarë jeni? Errësirë për veten tuaj? Nëse jeni në një gjendje mëkati, ju jeni errësirë. Por nëse ju, drita juaj, syri juaj është I pastër dhe ju shikoni mirë, atëherë po ndriçon trupin tuaj dhe ju po e jetoni mirë jetën tuaj me Perëndin ton. Këto ishin çështjet për të cilat po fliste këtu Zoti. Thot, në qoftë se syri yt është I ligë, gjithë trupi yt do të jetë I errët. Në qoftë se drita, pra që është në ty është errësirë, thot, sa e madhe do të jetë errësira. Si do të jetë jeta juaj shpirtërore? Nëse jeta juaj shpirtërore është errësirë, nëse ju nuk e keni Perëndin në zemrën tuaj, nëse Perëndia nuk banon në zemrën tuaj, nëse ju nuk bëni vepra të mira, gjëra të mira, nuk I pëlqeni Perëndis, atëherë Perëndia nuk do të jetë me ju, dhe si do të jetë atëherë jeta juaj? Një jetë me vajtime, me trishtim dhe me vetmi, një jetë pa lumturi, në vetmi, sepse është Perëndia I që jep gjithçka qenies. Nuk është paraja. Paraja jep disa kënaqësi materiale, fizike, por ndjenjat e shpirtit të qenies vetëm Perëndia I plotson. Dhe prandaj pra ne duhet të ndjekim Perëndin ton. Ta ndjekim dhe të përmbushim të gjitha këto gjëra që ishin që judejt në atë kohë të mësonin të përmbushnin ligjin e Mojsiut, por shihni se edhe ne sot në Ungjil po ashtu na shërbejnë, sepse është e njëjta gjë, është mbretëria e Perëndis, është mbretëria e qejve ajo që Zoti këtu po mësonte. Dhe shohim se nuk ka asnjë ndryshim. Thot, askush nuk mund të shërbejë dy zotërinjve, sepse ose do të urrej njërin dhe do ta doj tjetrin, ose do t'i ngjitet njërit dhe do ta përçmoj tjetrin. Nuk mund t'i shërbeni Perëndis dhe mamonit, sepse nëse personi është lakmitar, që I pëlqen paraja dhe nuk mendon gjë tjetër veç se për para, nuk e do Perëndin, por ai që nuk e do ai shumë paran dhe as gjërat materiale të jetës, ai po mund ta doj Perëndin. Ai që e do Perëndin, çdo gjë e merr me vullnetin e Perëndis, por jo sepse po e kërkon nga lakmia. Në vargun 25, prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani dhe do të pini, as për trupin tuaj për atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më shumë se ushqimi dhe trupi se veshja? Thot, vini re zogjt e qellit, nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin në hambare, dhe Ati juaj qellor I ushqen zogjt apo jo? Ati juaj I ushqen. A nuk vleni ju shumë më tepër se sa ata? Sigurisht që po, ne qenjet njerëzore vlejmë më shumë se zogjt dhe Perëndia I ushqen zogjt, por edhe për ne është premtimi që ai do të na jap çdo gjë. Po përse? Sepse do t'i dorëzojmë çfarë? Zemrën tonë dhe jetën tonë Atij, dhe do të largohemi nga e keqja, nga mëkati, dhe bëjmë vullnetin e Perëndis dhe kështu Perëndia do të na përkrah. Ai gjithmonë do të jetë me ne. Dhe këtu thot në vargun 27, dhe cili nga ju me shqetësimin e tij mund t'i shtoj shtatit të tij qoftë një kubit, nuk mundet. Pse shqetësoheni për veshjen tuaj? Vini re si zambakët e fushës, nuk lodhen dhe nuk tjerrin, por po ju them se as Salomoni me gjithë lavdinë e tij nuk është veshur si një nga ata. Kjo është gjë shumë e bukur si zambaku I fushës, thot. Por nëse Perëndia e vesh kështu barin e fushës, që sot është dhe nesër hidhet në furr, a nuk do t'ju vesh shumë më tepër ju, njerëz besim pak? Kjo ishte ajo që Zoti u thoshte, njerëz besim pak, pse nuk bëni vullnetin e Perëndis, pse nuk përmbushni urdhërimet ashtu siç janë, pse nuk I bëni gjërat të mira? Herë Zoti u thoshte, mos u shqetësoni duke thënë, çfarë do të ham, çfarë do të pim, ose me çfarë do të vishemi, thot, sepse paganët kërkojnë të gjitha këto gjëra. Ati juaj qellor, pra e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra. Pse Zoti këtu ishte duke folur për paganët, sepse paganët ishin kombet e huaja
që nuk po udhëhiqeshin nga Perëndia. Ata nuk ishin popull të zgjedhur nga Perëndia për të, por populli i Izraelit ishte zgjedhur dhe prandaj Zoti po u drejtohej izraelitëve, judenjve sidomos, dhe u thot, paganët kërkojnë të gjitha gjërat materiale, por ju, Perëndia do më të mirën për ju, sepse ju zgjodhi si popullin e tij, dhe ju përse keni qenë kështu kokfort, mosbesues, të pabes dhe kur nuk keni dashur të përmbushni dhe as të bëni vullnetin e Zotit. Të gjitha këto ishin ato për të cilat Zoti Jezu Krisht po i qortonte ata, u nguliste atyre. Atëherë u thot në vargun 33, por para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen në jetë. Kështu që kjo ishte për ligjin, ishte për ata që përmbushnin ligjin, por edhe sot ne e gëzojmë, sepse sot po ashtu fryma e shenjtë na thot shumë herë që të kërkojmë gjërat shpirtërore. Kujdesu për pjesën shpirtërore, ji drejt, ji ndershëm, zbato, përmbush urdhërimet, na thot Zoti. Përmbush të gjitha urdhërimet dhe Perëndia do të bekojë. Dhe Perëndia do kënaqet me ne, do të na bekojë dhe do të na jap çdo gjë që na nevojitet. Lavdi Zotit. 34. Mos u shqetësoni pra për të nesërmen, sepse e nesërmja do të shqetësohet vetë për vete. Secilës diti mjafton e keqja e vet, atëherë mos u shqetësoni shumë për të ardhmen, të thoni, jo, unë duhet i bëj gjërat në këtë mënyrë sepse në të ardhmen do bëj. Jo, nëse një burrë ose një grua jetojnë duke i pëlqyer Perëndisë, duke përmbushur urdhërimet e Zotit, qofshin të ligjit, ose qofshin të ungjillit të Zotit, të mbretërisë së qejve, nëse ky burrë ose kjo grua ka zemër të pastër, i binden Perëndisë, duan Perëndisë dhe e kërkojnë atë, atëherë nuk kanë pse të shqetësohen për të ardhmen, sepse Perëndia do t'ju sigurojë gjërat. Perëndia do t'ju sigurojë gjërat sepse Perëndia nuk do të lejojë që askujt i mungojë asgjë. Askujt nuk do t'i mungojë asgjë dhe Zoti do të sigurojë gjithçka. Faleminderit Perëndisë ton, faleminderit Atit ton. Shpresoj që ky shpjegim të ketë qenë i qartë, të jetë kuptuar, por mos u shqetësoni sepse kur të jemi në librin tjetër, përsëri do të përsërisim dhe me siguri për atë që mungoi tani do të flasim më vonë, por lavdi Perëndisë ton, Zotit ton për fjalën e tij. Faleminderit Perëndisë ton për mëshirën e tij, sepse na ka parë me sy mirësie, sepse në mes të miliona e miliona njerëzve që janë në botë, ne jemi këtu që jemi pak dhe jemi përpara pranisë së Perëndisë ton dhe falenderojmë atë dhe do të lutemi dhe të falenderojmë Zotin dhe të theksojmë fuqinë e tij, mëshirën e tij, dashurinë e tij dhe po ashtu t'i kërkojmë mëshirë Zotit, shërime, çlirime, po ashtu. Pra do të lutemi. Ati shenjt, atë qiellor, Perëndi përjetshëm, Ati Zoti ton Jezu Krisht, Perëndia ynë i fuqishëm, ti krijove qiellin dhe tokën, dhe froni yt është atje në qej. Atje është froni yt, Zoti im, ku ti je ulur, dhe nga aty shikon bijtë e njerëzve, shikon njerëzimin, shikon të gjitha qenjet, dhe për të gjithë ti ke mëshirë dhe u jep atyre gjërat e nevojshme. Faleminderit Zot, sepse ne jetojmë për dashurinë dhe mëshirën tënde dhe dim që jeta jon varet nga ti. E dim këtë atë, sepse nëse ti do të hiqje oksigjenin, atëherë të gjithë do të vdisnim menjëherë. Nëse ti nuk na jep shiun, por vetëm nxehtësi, atëherë ne digjemi. Nëse vendos vetëm të ftohtin dhe akullin pa nxehtësi, gjithashtu vdesim nga i ftohti. Sidoqoftë, Zot, ti je duke balancuar këtë planet, në të cilin vendose burrat dhe gratë, që ata të lëvdonin, të përlëvdonin, që ata të nderonin, që njerëzimi të lëvdoj, të mendoj për ty, të besoj në ty, të di që ti ekziston, që je një Perëndi fuqishëm, dhe mëshira jote është kaq e madhe, Zot, dhe ti nuk na ndëshkon sepse ke mëshirë për shumë qenie. Faleminderit Perëndi përjetshëm. Jetojmë, Zot, nga fuqia jote, nga dashuria jote, nga mëshira jote. Faleminderit Perëndi përjetshëm, ne nuk kemi fuqinë
dhe as forcën për të përballuar vështirësitë dhe të gjitha ato gjëra në planet, në botë, por ti po, Zoti im, të kemi ty dhe besojmë tek ty. Ati shenjtë po ashtu të kërkoj në këtë moment, të shtrish dorën tënde mbi njerëzit, burrat, gratë, fëmijët që janë të sëmurë nga sëmundje të ndryshme, dhe ti e di dhe ti i njeh, dhe njeh çdo person, sepse ata po ashtu të thrasin ty të kërkojnë shërim. Zot, shtri dorën tënde shërue, sepse ti je po ashtu mjeku ynë, dhe shëro Zot dhe çliro. Dhe gjithashtu të kërkoj Zot që ti të çlirosh shumë persona, me qindra persona ose mira persona që vuajnë nga problemet e magjive dhe të mallkimeve. Zot, jeti duke i çliruar dhe duke pastruar gjithsecilin, Zoti im, dëgjoj lutjet e të gjithëve që të thrasin ty. Faleminderit Atë, në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, birit tënd të dashur, ti kërkojmë këto nderi dhe lavdia qofshin për Perëndin ton, lavdi Zotit. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Lavdi Zotit tim, faleminderit Zotit të plot fuqishëm, shumë faleminderit vëllezër, motra, Zoti ju bekoft. Për qafimi për të gjithë, për fëmijët puthja, shumë faleminderit, Zoti ju bekoft edhe ju këtu vëllezër, Zoti ju bekoft, shihemi së shpejti, faleminderit.